Sot kemi një mbledhje jo shumë të gjatë, por nga e cila do të dalim me lajme shumë të mira. Sepse qeveria e mirë sjell lajme të mira. Qeverisja jonë e mirë po vazhdon me politika që kanë në qendër mirëqenjen e qytetarëve dhe zhvillimin e vendit. Po e nisim me lajmin e mirë për të gjitha nënat e reja. Qysh në fillim të mandatit qeverisës, siç kishim premtuar, filluam skemën e shtesave për gratë lehona në nivel të pagës minimale, 6 muaj nga 170 euro për lehonat e papunësuara dhe 3 muaj nga 170 euro për lehonat e punësuara, mbi pagesën që veç se e marrin sipas ligjit punës. Deri më tani, rreth 7.000 nëna të reja kanë përfituar nga këto shtesa. Me që tash e kemi edhe pagën minimale të re, është koha që kjo të reflektohet edhe në shtesat për gratë lehona. Sot, në mbledhjen e 261 të qeverisë, do të miratojmë rritjen e vlerës mujore të shtesave nga 170 euro në 325.9 euro, aq sa është vlera neto e pagës minimale të re. Pra për të gjitha nënat lehona, që nga ky muaj, shtesa mujore do të rritet në 325.9 euro, e kjo përbën një rritje prej 91.7% apo gati 2 fishim të shtesave. Për 6 muaj, shtesa e rritur përkthehet në 1.955.4 euro dhe kur kësaj i shtojmë edhe shtesën mujore për fëmijën, që është së paku 20 euro në muaj, apo 120 euro për 6 muajt e parë, atëherë efektivisht del se qeveria mbështet secilën nën të re me 2.075.4 euro. Pra për çdo fëmijë të lindur, mbështetja e qeverisë vetëm për 6 muajt e parë e tejkalon vlerën prej 2.000 euro. Kjo nuk ka ndodhur asnjëherë më parë. Me këtë nivel mbështetje mund të krahasohemi me shumë shtete të tjera më të mëdha e të forta ekonomikisht se sa ne. Lajmi tjetër i mirë është për gratë lehona të punësuara. Agjencia e Statistikave të Kosovës këtë javë ka publikuar nivelin e pagës mesatare për vitin 2024, e cila ka shënuar rritje të theksuar viteve të fundit, duke arritur në 639 euro. Krahas kësaj, ne sot do të miratojmë pagën mesatare referuese, e cila shërben për përllogaritjen e pagesës për 3 muaj në nivelin 50% të pagës mesatare, që është obligimi i qeverisë për secilën lehon të punësuar. Pra, përveç pagesës prej 70% për 6 muaj nga punëdhënësi, lehonat e punësuara do të përfitojnë mbështetje për 3 muaj të tjerë nga qeveria në vlerën prej 319.5 euro, që është 50% e pagës mesatare. Krahasuar me nivelin aktual prej 223 euro, mbështetja e re paraqet një rritje prej 43.3%. Thënë ndryshe, secila lehon e punësuar, përveç pagesës nga punëdhënësi, do të ketë 3 muaj pagesë të lehonisë nga qeveria në vlerë prej 319.5 euro në muaj, si dhe në kuadër të skemës së shtesave për lehona, edhe 3 muaj të tjerë nga 325.9 euro në muaj. Kur kësaj i shtohen edhe shtesat mujore për fëmijë, rezulton se edhe lehonat e punësuara do të përfitojnë mbështetje mbi 2.000 euro nga qeveria, qysh në 9 muajt e parë pas lindjes, përveç pagesës që marrin nga punëdhënësi, që është 70% e pagës për 6 muaj. Lajmi i tretë i mirë është për shërbyesit publik. Ashtu siç e kemi thënë dhe siç e kemi miratuar në ligjin e buxhetit, pagat e shërbyesve publik këtë vit rritën 2 herë nga 55 euro, për të kompletuar rritjen prej 110 euro për gjithë. Rritja e parë tashmë ka filluar së zbatuari që nga janari i këtij viti, rritja e dytë do të fillojë së zbatuari nga muaji korrekt siç është paraparë me ligjin e buxhetit. Sot do të marrim vendimin për ndarjen e mjeteve buxhetore shtesë për të gjitha organizatat buxhetore që të mbulohet kostoja e kësaj rritje. Pas përgatitjeve teknike, zbatimi i fazës së dytë të rritjes do të fillojë të aplikohet muajin e ardhshëm
dhe kështu pagat mujore për zyrtarët publik për mbi 80.000 zyrtarë publik do të jenë 110 euro më të larta se sa ishin në dhjetor të vitit 2024. Bazuar në të dhënat e publikuara nga Agjencia e Statistikave të Kosovës, vitin e kaluar paga mesatare në sektorin publik ishte 755 euro. Me këtë rritje të fundit, që do ta miratojmë së bashku sot, paga mesatare që nga muaji i ardhshëm do të arrijë në 865 euro në muaj. Kjo paraqet një rritje prej 48.1% krahasuar me pagën mesatare prej 584 euro të vitit 2019, viti i fundit para pandemisë. Faleminderit të nderuar kryeministër, të nderuar zëvendës kryeministra, të nderuar kolegë, siç e paralajmëroi edhe kryeministri në fjalën e tij hyrëse, pra njëra nga pikat për miratim sot, propozimet për miratim, është edhe përcaktimi i pagës mesatare referencë të re, bazuar në pagën mesatare të publikuar nga Agjencia e Statistikave të Kosovës pas së fundmi. Siç e dini, me ligjin e punës parashihet që çdo grua që lind, pra lehon gjatë pushimit lehonis, 6 muajt e parë, pëndën si obligohet që ta mbuloj apo ta paguaj 70% të pagës që ka pasur, pra që ka në vendin e punës, ndërkaq pjesa tjetër e pushimit të lehonis mbulohet 3 muaj me pagesë të 50% pagës mesatare nga qeveria në këtë rast. E kjo është ajo çfarë po ndryshojmë. Pra, deri më tani aktualisht paga referencë që është marrë ka qenë 223 euro, ka qenë pagesa për lehonat e punësuara gjatë pushimit lehonis, ndërkaq kjo po rritet me vendimin e sotëm, duke marrë pagën e re për bazë 639 euro, i bie apo përkthehet se 50% e këtij niveli është 319.5 euro. Pra pas 6 muajve që merr 70% të pagës, në pushimin e lehonis çdo grua do t'i marrë edhe këta 3 muaj në vlerë prej 319.5 euro për secilin muaj. Marr parasysh pra obligimin që kemi për zbatuar ligjin e punës, si dhe obligimin karshi nënave lehona në pushim të lehonis, ju ftoj për miratim të këtij propozimi. Faleminderit. Faleminderit ministër Murati, do fjalën dikush për diskutim? Me që jo, atëherë ju ftoj për miratim, kush është për? Faleminderit, kundër nuk ka, abstenim nuk ka, konstatojmë që miratohet.